21 marsi dita ndërkombëtare e pyjeve, teksa në Puk, zonë e njohur dhe si kryeqendra e pyjeve shqiptare nuk pati vëmendjen e strukturave shtetërore, nuk kaloi në heshtje falë të rinjve vullnetar pranë qendrës sociale në Fusharës. Ishin këta të fundit që në një zonë ku gërmohet për inerte dhe dhera buzë rrugës nacionale, mbollën rrënjë të pishës së zezë me qëllim ndalimin e shkatrimit të mëtejshëm, si e pasojë të cilës është shfaqur dhe erozioni. Kësaj këta të rinj tentuan të përcjellin mesazhin e një përkujdesje akoma më të madhe ndaj mjedisit dhe pyjeve. Absolutisht pyjet e Pukës janë në fazën më kritike dhe normalisht mbjellja e fidanëve të rinj, për çdo secili nga banorët do të mbjellë një fidan, është gjë jashtëzakonisht e mirë për komunitetin dhe për brezat e ardhshëm. Kjo datë normalisht që i bashkangjitet edhe nismës së Ministrisë Mjedisit në kuadrin e ligjit për moratoriumin e pyjeve, i cili ndalon rrepsisht parjet e pyjeve dhe si fazë për rigjenerimin e pyjeve dhe rikëmbjen e tyre. Pyjet janë burimi i jetës për planetin tonë. Normalisht në secilit nga trive apeli im është i qartë dhe i drejt për drejt të mbjellim një fidan pyjor që të shtojmë sipërfaqet e gjelbërta, një mundësi më mirë jetese për brezat e ardhshëm. Në këtë kuadër kanë qenë sërish vullnetarët e qendrës sociale të Fusharzit, të cilët organizuan dhe një seminar me temë mjedisje dhe jeta, ku kishin ftuar dhe specialistë të pyjeve, të cilët bashkëbiseduan me të rinjët e qytetit mbi rëndësinë e ruajtjes së mjedisit.